Në linjë me këtë pyetje, besoj edhe për publikun ka interes, është për këtë arsye që mburoja politike institucionale kushtetuese që ai po i bën zonjës Balluku e pa precedent krahasuar me mbrojtjen që ai ka bërë kolegëve Meshkuj, për shembull Erion Velis, apo Lefter Kokos, apo antarëve të tjerë, qoftë e Samit Ahirit. Pra në këtë sens kemi të bëjmë ndoshta me një ndjesi të zotit Rama që është më protektiv ndaj femrave në kabinet, apo është zonjë e hekurt pa cilën s'mendohet qeveria shqiptare. Nuk është çështja e gjinis, mendoj unë. Padyshim që ajo nuk ka nevojë që ta them unë që ka bërë një profil të një njeriu shumë punëtor, shumë të angazhuar dhe ka pasur shumë arritje në punën e saj, dhe unë besoj që Edi Rama, domethënë, çmon këtë pjesë, domethënë të punës. Sa të do në parimet e tij publike të shkallura politikisht. Jo, më fal, por për sa i përket, është e drejtë. S'është e drejtë qëndrimi. Unë që nga 2002 që po e kam pasur dhe më përpara këtë parim, që jam angazhuar në politikë, kur nuk kam diskutuar dhe gjykuar për çështje që janë në dorën e drejtësisë. Duhet të gjykoj dhe të vendos. Nuk po diskutojmë fajësinë apo jo të zonjës Balluku, sa të vendos gjykata, ne po flasim për sjelljen me dy standarde zotit Rama. Raport me zonjën Balluku. Mua më kanë bërë, kam qenë shpesh te zëri i Amerikës kur kam qenë në politikë. Dhe më kanë bërë, e përmendem, për një personalitet politik që ishte çështja e gjykat, dhe zëri i Amerikës tha duhet ta thuash, domethënë dhe njerëzit mendojnë që duhet ta thuash tash, unë nuk komentoj. Dakor, pyetja ishte tjetër. Pyetja nuk ishte vetëm me fajsinë e zonjës Balluku. Pyetja ka të bëjë me mbrojtjen politike dhe institucionale që bën zoti Rama Ballukut në raport me të tjerët, kolegët Meshkuj. Nuk e gjykoj. Ka bërë kështu Ilir Beqajn, Samit Tahiri, Erion Veliaj. Nuk duhet ta ndaj unë. Këtë duhet ta ndaj drejtësia, nëse qëndrimi është i drejtë apo është favor. Këtë nuk duhet ta ndaj unë. Dhe këtë unë e kam parim, çdo çështje që mund të jetë në cilën do instancë të institucioneve të ligjit, që ju e përmendni dhe në libër, ka të bëjë me proceset e rekrutimit në atë kohë të Partisë Socialiste, ku natyrisht kërkoi një CV, një bagazh profesional, bëj madje një farë konkursi apo interviste, dhe pastaj kryesia pas diskutimeve shpeshherë të gjata mbi emra të caktuar, vendoste pro apo kundër një kandidati. Një cilësi në fakt që është e rrallë, ka qenë e rrallë në politikën shqiptare, po sot thuaj se është e munguar totalisht. Mendoni që ka bërë regres politika shqiptare në këtë drejtim të përzgjedhjes kandidatëve? Po, kjo është e vërtet që kaloi padyshim në disa filtra. Unë kur jam ftuar për t'u bashkuar Partisë Socialiste, më është kërkuar me insistim. Po, ndërkohë që insistonte që unë të pranoja, se s'po pranoja, dhe që thoshte që ne, do më thënë, emri jot, personaliteti nëse atë mendim kishte ai kryeministri atë kohë, që ishte një herë kryetari i partisë, duhet vish lutem patjetër, po ndërkohë thoshte të lutem duhet më sillësh CV-n, edhe pse ti je figurë e njohur. Unë isha presidente e NGO Forumit që ishte, do më thënë, një organizatë ombrell, 300 organizatave qeveritare merrin pjesë, sepse atëre funksiononte dhe vërtet, unë kam një nostalgji, jo se kam nostalgji, se kam qenë atë konko në shoqërinë civile, po kishte më shumë vokacion. Edhe sot unë nuk shoh shumë vokacion. Sot unë i quaj më shumë donor driven, që do të thotë që varen nga agjendat e projekteve. Në atë kohë nuk kemi qenë të varur nga agjendat e projekteve. Kur u krijuam ne, nuk u krijuam nga projektet. Sot ke sa duash që janë krijuar nga projektet. Kjo është diferenca e shoqërisë civile dhe ky është mendimi im. Por, mu kërkua me insistim, domethënë të çoja, unë po hezitoja ta çoja nga që i thoshë po unë s'kam pranuar si të ta dërgoj CV-n vetë kryeministrit, kryetarit partisë. Okej, dhe më në fund e dërgova, e cila diskutoi, por edhe lista e deputetëve vinte me një biodata, pra me një CV të shkurtër, sepse jo të tërë antarët e kryesisë mund t'i njohin të tërë kandidatët. Dhe bëhej diskutim dhe kjo është e vërtet.